Një nga situatat më të vështira të viteve të fundit, kështu e cilësonon prefekti i Sarandës Kristaq Qekiçë stuhinë e fuqishme që goditi Sarandën dhe Ksamili në mbrëmjen e 21 korrikut, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në vetëm pak minuta. Sipas nën prefektit Kiçë, bilanci i dëmeve vijon të përditësohet ndërsa grupet në terren po bëjnë evidentimin e plotë të tyre. Është e parë domethënë që ndeshim një situatë të tillë, një ciklon të tillë, e cila edhe pse kaloi për një kohë fare të shkurtër, me disa minutësh ishte me pasoja të rënda për bashkinë e Sarandës. Menjëherë pas tuhis u angazhuan të gjitha strukturat e emergjencave, ndërmarrjet e shërbimeve OSHE dhe Shoqëria Rajonale e Ujësillësit për të rikthyer normalitetin. Në mbështetje të tyre janë vënë edhe forca e mjetet të ushtrisë, ndërsa puna për pastrimin e zonave të prekura për riparimin e dëmeve vijon pa ndërprerje. Strukturat shtetërore reaguan në mënyrë të menjëhershme, duke filluar që nga drejtoria dhe ndërmarrja e shërbimeve të Bashkisë së Sarandës, stacioni Zjarfikës dhe gjithë personeli, duke futur këtu edhe punonjësit e OSHE-s edhe të ujësillësit, të cilët treguan një gatishmëri maksimale për të vendosur gjendjen nën kontroll. U desh një kohë relativisht e gjatë për të hapur rrugët kryesore, pasi nga informacione paraprake, sepse akoma nuk janë evidentuar të gjitha dëmet që janë bërë, të dhënave nga ndërmarrja e shërbimeve, rreth 50 pemë shekullore. Kuptohet që rënja e këtyre pemëve ka shkaktuar problematika edhe në mjetet në automjetet, të cilët kanë qenë të parkuara apo në lëvizje në ato momente, por edhe shumë dëme të tjera në shtyllat e tensionit, po në shtyllat e ndriçimit, duke vlerësuar gjithë këtë situatë e cila ka lënë shumë dëme mbrapa saj, është gjykuar edhe nga ana e Bashkisë së Sarandës në komunikim edhe me Ministrinë e Mbrojtjes dhe me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për prezencë të ushtrisë me mjete të cilët edhe ata do ndihmojnë për heqjen dhe pastrimin e rrugëve nga të gjitha mbetjet dhe pemët të cilët kanë rënë gjatë ditës së djeshme. Stuhia goditi në kulmin e sezonit turistik, ndaj prioritet mbetet rikthimi sa më i shpejt i furnizimit të plot me energji elektrike dhe ujë të pishëm si në Sarandë, ashtu edhe në Ksamil. Sipas nën prefektit Kiçë, në disa zona ende ka probleme, por ekipet po punojnë për normalizimin e plotë të situatës. Kjo është një situatë e cila ka qenë nga më të vështirat që kemi kaluar dhe gjitha strukturat shtetërore do jenë të angazhuara maksimalisht që të rivendosin situatën në normalitet. Pemë shekullore të shkullura nga era, automjete të dëmtuara, dëmtime në varrezat e qytetit, ndërprerje të energjisë elektrike dhe furnizimit me ujë të pishëm, si dhe humbja tragjike e jetës së një peshkatari në Ksamil, ishin pasojat kryesore të motit ekstrem, mbrëmjen e 21 korrikut që preku Sarandën.